Si t'i thani rrobat më shpejt në dimër, pa tharse? Me ardhjen e dimrit, tharja e rrobave në ambiente të mbyllura bëhet gjithmonë më sfiduese. Rrobat kanë nevojë për shumë kohë për t'u tharë, sidomos kur moti është i lagësht dhe temperaturat janë të ulta. Megjithatë, ekspertja e organizimit të shtëpisë, Nikola Levis, ka ndarë një këshillë të thjeshtë por efektive që mund të shkurtojë ndjeshëm kohën e tharjes, pa pasur nevojë për tharëse elektrike. Sipas saj, pas përfundimit të ciklit të larjes në lavatriçe, duhet të vendosni rrobat në një cikël shtesë rrotullimi, pa shtuar ujë. Kjo ndihmon në nxjerrjen e lagështisë së mbetur në veshje, duke i bërë ato më pak të lagura. Vendosni rrobat 2 ose 3 herë në ciklin e rrotullimit, do të dalin më pak të lagura dhe do të thahen më shpejt, citon Nicole. Ky funksionon nëse ndodh që të keni lavatriçe moderne. Shpesh nuk duhet të injorohet edhe ky proces, pasi mund t'i bëjë që rrobat tuaja të jenë akoma dhe më të thata kur i nxirrni.